Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Ka lindur në Mirdit, është rritur në Kalabri, mes shtëpisë së prindërve atje dhe më pas tek shtëpisë së gjyshërve në Kaçinar të Mirditës. Sot jeton Firenze, bën parfume, ka një parafarmaci, ka një jetë të mbushur me ngjarje. Emrin e ka Florinda. Florinda Noka, mirë se erdhe në podcast. Mirë se gjeta, Mira. Shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Para disa 2 vjetësh ndoshta, një vajzë me emrin Florinda më thotë, unë dua që t'jem në podcastin tënd. Mendoj që kam një histori për ta ndarë në Zë me Mirën podcast dhe ja ku jemi pas 2 vjetësh u takua. Dhe mendoja se vetëm me ty mund ta bëja. Po pse e mendoje kështu? Sepse është një podcast vërtet shumë i nivelit shumë të lartë. Po faleminderit shumë. Edhe prandaj unë e kisha vendosur nëse do bëja një podcast vetëm te Mira do e bëja. Më vjen mirë shumë. Dhe dëshira mu realizua. Ty t'janë realizuar shumë dëshira në fakt. Shumë e vërtet. Vajzë me fat? Me fat, shumë me fat. Shumë me fat edhe i kam pas ato qëllimet e mia të qarta gjithmonë, që nga zanafilla ime pikërisht në Mirdit, edhe e kam ditë gjithmonë pika rritjen time, me gjithë ato sfidat e kështu që si kam marrë parasysh asnjëherë. Unë kam dëgjuar histori shqiptarë që kanë emigruar dhe kanë qenë në qytete të ndryshme të Italisë. Në Kalabri ka shqiptar, po janë ata të kohës së Skënderbeut që unë i dua shumë edhe që ruajnë dhe traditat dhe gjuhën shqipe. Po si u gjendët ju si familje në Kalabri? Interesant fakti. Ishte shumë interesante, edhe unë i dua shumë Arbresht e Kalabrisë, edhe kam pas edhe atë fatin që ti takoj edhe kam pas një mësuese që ishte arbreshe, edhe ishte një gjë shumë e bukur edhe si fliste. Historia ime është interesante se si përfundom Kalabri. Ishte në vitet 90 që xhaxha im vendosi të rrinte në Kalabri pas një turneu të mirë që mori si shpërblim gjithë Europën, edhe vendosi të rrinte aty. Aty pastaj u zhvendos se ne jemi një familje shumë e konsoliduar, edhe jemi zhvendos pothuajse gjithë familja nga ana e babit flas. Jemi zhvendos pastaj në Kalabri. Shkojmë pak në Firenze dhe vendosemi tek historia jote tani. Ti tani atje ke një parafarmaci. Po. Dallimi mes farmacistë është që aty blen ilaçet edhe që nuk ka nevojë për recetën e doktorit. Dallimi është se duhet të jesh farmaciste. Patjetër që, okej. Ti ke studiuar farmaci. Po, kam studiuar farmaci. Edhe ne në parafarmaci mund të shesim ilaçet pa recetë, pa përshkrimin e doktorit, edhe që janë paracetamol, brufen, janë gjitha këto suplementet, gjatë që unë i prodhoj edhe vetë, sepse unë merrem me gjithë, nuk ndalem te kozmetika ose profumeria, merrem edhe me suplementet, kam prodhim suplementet, integratoret e mi të brandit tim. Çfarë ke prodhuar? Të suplementet janë gjitha këto që bëhen prevencione, quhen paraprite, parandalim, por gjitha të depurimit, të pastrimit të mëlçisë së zezë, janë gjithë të imunitetit, me bimë mjekësore që janë edhe për gripin, për gjitha këto që përfshin parandalimin edhe kuren afatgjatë, sepse nuk është si ilaçi që futet në organizëm edhe bën një spastrim. Ato janë kura që zgjat në kohë. I pëlqejnë italianët këto bimët, suplementet që ti krijon? Absolutisht. Vinë ato në parafarmacinë tënde dhe blejnë. Pastaj gjithçka është e besimi, sepse ti kur ke një përgatitje dhe ata e shohin, sepse italianët duan, domethënë krijojnë besim. Edhe kur e shohin përgatitjen të besohen totalisht. Janë shumë konservator, pastaj nuk të lajnë fort kollaj kur krijojnë atë, fidelizojnë, krijojnë besimin, absolutisht. Sa të krijojnë besimin. Po, edhe po e përcjellë këta janë. Sa vite ke që jenë Firenze, Florinda? Në Firenze ka 20 vite që janë. Po, janë 21 vite që. Ti ke mbaruar farmacinë, ke punuar diku tjetër, ke marrë një përvojë apo më njëherë ke hapur? Jo, unë direkt Mira. Marrova farmacinë edhe pastaj domethënë bëra praktikat e këto, po jo, direkt domethënë te biznesi im. Si lind njeri me instinktin e biznesit? Pse mendon që njeriu lind?
Po mendoj se... Nga e kupton që e ketë lindur, për shembull? Nuk është thjesht biznesi, është ajo që ti je lindur... Instikti për sipërmarrje. Po, pastaj çdo gjë që ti din ta bash mirë, absolutisht e përcjell te klienti dhe kjo për mua është biznes. Pastaj pjesa tjetër e tratativave, e gjanave, është marrëdhënie me fornitorët, është tjetër gjë, sipas meje. Po kjo pjesa e pasionit, çdo pasion është biznes. Çdo punë, tham unë, është biznes. Edhe doktori vetë është biznes. Patjetër. Edhe është bani një biznes i mirë. Flas. Po, unë mendoj se të kesh këtë dhuntin të komunikosh me klientin, ti përcjellesh atë pasionin, atë që din të bash, atë që krijoj, flas për vete. Po, çdo profesion unë arri, domethënë e kam këtë dhunti. Edhe them se është pika ime e fortë është komunikimi. Komunikimi dhe kam atë që ma njofin të pakten, atë inteligencën intuitive, instiktive të kësaj. Shumë mirë. Edhe është mirë dhe kur janë një vetes. Po. Kur janë një dhe vetes është akoma më mirë. Për të hapur një parafarmaci apo për të hapur një biznes fundin, pavarësisht të gjitha të duhen para. Si bëhet kjo në Itali? Apo ti kishe prindrit a një situatë tjetër që të kam mbështetur me kredi? Atëherë... Se dikush të ndjek edhe thotë, si mund ta bëj unë këtë që ka bërë Florinda? Të kesh këto qëllimet janë të kushtueshme. Ëndrat kushtojnë? Ëndrat kushtojnë, edhe po doni ta pyesni burrin tim sa kushtojnë, do ju jep numrin. E gjeta dhe përgjigjen, më duket. Jo. Burri po, domethënë që ka sakrifiku, domethënë gjithë se është jeta bashkëshortore që jemi dhe ka sakrifiku shumë, pastaj babi që ka bërë pamundmen, duke vazhdu pastaj te xhaxhai im, duke vazhdu te familja e burrit tim. Tani si të kanë ndihmuar këto? Gjithë kanë hedhur para për ty? Gjithë kanë hedhur para. Edhe kjo është interesante sa atëherë isha shumë... Se me fjalë të mira të mbështesin të gjithë. Absolutisht. Por nuk bëhet. Jo, ka një ndryshim mira, se vërtet atëherë unë isha shumë e re, sapo kisha marrë universitetin. Edhe realisht mora këtë hap, domethënë kurajën e kam pas gjithmonë duke pjesë timen. Edhe unë mora këtë hap që të hapja atë timen, edhe kur bëja mendoj sot, tham vërtet se kanë hedhur lek. Kanë hedhur lek edhe si kanë besu tek unë, domethënë se isha aq e re, se ti i hedh dhe nuk dihet se si shkon. Kanë dashur ndoshta thjesht të mbështesin dhe... Jo, absolutisht, e kemi një karakteristikë që si duket e kanë pa një shkëndijë tek unë. Edhe ne si shqiptar besojmë te të zotët, domethënë te njerëzit e të zotët. Edhe thot burri im, ne shqiptarët jemi deus në mes të njerëzve. Ne jemi shpikësit e botës, absolutisht. Po jemi. Mendo për madje u shajm hallin italianëve. Si ja bëjnë ata? Absolutisht. Jo, mua e kam zbulu kur kam filluar të është shumë bukur të dish se kush je, rënjet. Edhe kjo gjatë të ndihmon shumë. Mua ka ndihmu që kur kam filluar të kuptoj domethënë se kush janë shqiptarët që nga zanafilla, i lirëve, gjitha, ndihem shumë krenare. Edhe të shtyhen mira të ecësh përpara realisht. Jeton më shumë me komunitetin shqiptar atje apo me italianët? Si është jeta jote është? Po, jetoj me të gjithë. Me të gjithë. Nuk, unë kam shku e vogël, kam qenë e etur për komunitetin shqiptar. Ne kemi shku kur jemi zhvendos atje. Është interesante, sepse edhe sot po diskutoja me ca njerëz dhe diskutoj gjithmonë, se si zhvendosja që kur para 30 vitesh një familje shqiptare, kemi rujt, nuk e di, gjithat pjesën e kemi jo rujt, po e kemi shtuar shumë më shumë këtë pjesën e traditave e Po, se kur të mungon e përforcon, ndoshta. Kur të mungon, po edhe është një diçka e domosdoshme ndoshta, sepse të humësh, ne kemi një identitet, edhe për mua ka qenë shumë parsore identiteti. Ti krijon parfume? Unë krijoj parfume, krijoj. Si krijohet një parfum? Unë krijoj parfume dhe i bëj njerëzit që të vinë të krijojnë. Bëj edhe eksperiencë. Pra unë nëse dua të vi në Firenze, mund të vi tek parafarmacia jote që quhet Herbasalus. Herbasalus, dhe unë mund të krijoj një parfum vet. Po, absolutisht. Mund të krijosh parfume. Unë kështu si kostumi me lule e dua. Me lule. Po të shoti se ka një histori, është dritë, domethënë ti pëlqen kjo pjesa dhe shumë shise parfume që kam kriju, reflektojnë edhe është me karakter. Është një diçka, është një art.
edhe gustët që të pëlqen, sepse olfakti është shqisa më e hershme e jona. Çfarë është? Olfakti, nuhatja, është ajo më e hershme e jona dhe ti të një gjosh një esencë, mira, të transporton direkt, është diçka që ti... Po, të kthen në një kohë, është një parfum për shembull që më kujton mua adoleshencën, apo një parfum, them, më kujton vitet 2000, mbaj mend ka qenë një Dolce Gabbana blu. Edhe më kujton, dhe sigurisht që, po dua të ma shpjegosh edhe si farmaciste. Du të kesh një nazoprofumieri, quhet, një hund, mund ta thujmë që nuhatëse. Po, nuhatëse. Edhe kjo është perfumi nis nga kjo ideja, nga kujtimi, që ti, një kujtim nga një emocion i padukshëm. Edhe fillon duke krijuar, duke pasat kujtimin, për shembull që mund të jap një shembull. Unë kam shumë të ngulitun një aromë që është era e tokës në verë pas shiut. Po, e di atë. Ajo ke është gjyshrit në fshat, po. Po, ajo është diçka që çon në fëmijërinë time. Edhe aty pastaj ti atë kujtim do ta ngjallësh, ta krijosh. Edhe fillon me këtë ide. Fillon duke seleksionu, duke zgjedhur familjen, çfarë don? Don ti që të shprehesh dritë. Atëherë shkon te agrumet, që janë bergamoto, gjitha këto. Portokajt këto. Po, don ti që një thellësi, atëherë jemi te druri. Don pastaj diçka të ngrohtë, atëherë jemi te gourmet. Don diçka që të bëj kontrast, jemi te Cipriato quhen. Nuk e di si thuhet këtu Cipria. Është nga këto të... Nuk e di, nuk më vjen në Shqip. E dim neve? Çiparis? Okej. Po. Edhe kur fillon edhe identifikon këto, atëherë fillojmë me pjesën tjetër, që është ndjeshmëria që duhet zgjedhë, se perfumi bëhet nga 3 tip notash. Aty fillon edhe zgjedh emocionin që përcjell. Janë notat e kokës, ose të sipër me quhen, që janë nota që zgjasin nga 15 deri 20 minuta. Edhe këto nota përcaktojnë se a të pëlqen, është jo ose po ai perfum, kur ti e hedh. Spray i parë që bën. Shprucoja. Po. Pas kësaj vinë notat e zemrës, aty krijohet emocioni, shpirti i perfumeve. Edhe aty zgjat nga 2 deri në 3 orë. Edhe fillojnë edhe dalin mbas 20 minutash këto nota. Edhe këto janë notat florale, janë trëndafili, ka dhe kanella, është lavanda, është jazmina. Jasmini, pa. Pastaj fillojnë notat e bazës. A është lavanda baza e çdo parfumi apo gaboj? Jo, absolutisht jo. Okej. Jo. E ditë Lavanda kam unë futet te gabim. notat Mendova që ishte... Jo. Te notat e zemrës, për shembull. Pastaj vinë notat e bazës, janë ato që ti len, që një gjë, është kujtimi që ti len. Çdo person të identifikon ose i len atë shijen e notës bazë, që zgjasin nga 6 deri në 12 orë, varet nga koncentrimi i perfumit, sa se ka një përqindje, se të jetë një perfum, ne fillojmë që të ëdë tualet. Pastaj arrim deri te një parfum, edhe këto është në bazë të koncentrimit. Edhe absolutisht, për shembull, unë kam zgjedhur që të kem parfum, jo perfum, domethënë jo me një koncentrim shumë të lartë, që shkon deri në 36%. Edhe këto notat e bazës që po thoja, janë notat që janë dru, vanilja, se doja t'i specifikoja. Edhe vanilja më pëlqen. Po, janë të ëmbla, vanilja, paçuli, edhe janë gjitha këto notat. Paçuli është pak më therrës, më i fortë. Po, më therrës. Është për shembull një notë që është edhe e kokës, që mund thotë një njeri që si ka mundësi, është neroli, është një lule. Neroli, po, shumë e fortë, po që futet sepse është rezistenca, është shfaqja. Pse i njëjti parfum ku ndërmon ndryshe në lëkurë të ndryshme? Sepse në njerëz të ndryshëm. pH-i i lëkurës e ndryshon. Mund të jetë tek unë një shije që lënë të lëkura ime, është ndrysh pH-i i tjetrit, edhe sepse notat lëvizin shumë, ka të bëj shumë mira. Për shembull, një notë, se duhet të jesh ekspert, këtu futet ajo hunda e profesionistit, ekspertit. Po, sepse duhet ta kesh, domethënë të jetë e zhvilluar. Se të bësh një miksim është kollaj. Po ti duhet kuptosh dhe masën me siguri sa duhet pak. Po, sepse ti mbledhesh këto, sepse për shembull, bëjmë një shembull, një pikë e notës trëndafilit mund të mbuloj 50 pika të notës së portokallit.
Kështu që ti duhet t'i bilancosh shumë mirë që të dalë një ekuilibër, që të krijosh atë, prandaj them është art edhe do të krijosh atë kujtim. Parfumi në një kuptim është arti i ekuilibrit. Absolutisht. Dhe të mendosh që është krijuar në Francë për të mbytur papastërtinë. Këtu tani futet Firenze. Tani çfarë ka bërë se për këta italianët kam gjithmonë respekt. Futet Firenze pikërisht për Francën, sepse nuk është vërtet që Franca është ajo e profumeve, edhe ja ta shpjegoj. Caterina de Medici është historia e parfumerisë moderne. Caterina de Medici do martohej në Francë. Edhe normal në Firenze, prandaj lindi, parfumi ka lind në Firenze, sepse në Itali, në Firenze ishin domethënë me aroma, edhe popull i pastër. Tani mos na nigjojnë këto të Francës, po janë një çik më ashtu, domethënë që të mbys të erat. Kjo shkon në Francë, edhe në Francë kishte këto ernat e rënda që nuk ekzistonte tualeti, nuk ekzistonte ende, ka qenë kohë e vështirë. Edhe Caterina nuk i duronte këto. Edhe atëherë ajo merr nga Firenze ato profumierat e vetë, i merr me vete në Francë. Edhe aty fillojnë e krijojnë parfumet për Caterina de Medici, edhe normal në korte, si i thonë aty, pastaj fillon edhe krijojnë për Caterinën edhe për gjithë. Edhe aty pastaj fillon edhe zhvillohet edhe ngeli profumi në Francë. Dhe jemi tani në një kohë ku futesh në një dyqan, edhe ti nuk e di më çfarë parfumi është për ty, se ku ndërmojnë era të ndryshme. Parfumet arabe kanë marrë një super xhiro, nuk jam një fanse. Unë jam një fanse e Chanelit. Okej. E kam mbetur ndoshta. Do ta e mendoja këtë gjë. Po. Okej, jam tek ajo pastërtia dhe tek një lloj qetësie. Jo se nuk kam provuar të tjerë, po përgjithsisht më pëlqejnë njerëzit që ruajnë një parfum gjithmonë. A është mirë apo njeriu duhet ta ndryshojë se trupi mësohet edhe? Është shumë mirë, Mira. Atëherë pse nuk kam kundër asgjë nga arab, domethënë që po ato rrin gjatë, njerëzit i preferojnë fakti që shiten. Absolutisht. Mira, çdo kulturë, çdo ashtu ka të vetën. Unë kur flisja për mirëditën trëndafilin, unë e kam pas trëndafil me herë që çdo mëngjes, unë shkoja edhe ishte natyral. Trëndafil me herë që ku ndërmonte, unë e këpusja çdo mëngjes edhe e shijoja gjithë ditën. Kur ishin vegjël ju hanin petalet? Ose nana kërcelin. Po, nana i bante, domethënë ishte një diçka shumë e bukur. Nana i bante që zinin atëherë gratë kanë ditë se si i zinin petalet, që të bënin që unë sot prodhoj ujin e trëndafilit. Edhe ato e bënin vetë, gjitha këto e kanë bërë vetë. Edhe kjo gjë është identitet arab, ose unë eksperimentoj këtë gjë edhe në pjesën e kozmetikës, me Korenë. Çdo lëkurë është e ndryshme. Çdo nuk po them komba, po kontinent po themi, ne kemi ato shijet tona. Europianët janë një gjë, aziatikët, afrikanët. Absolutisht, edhe këto i përshtaten me kulturat edhe me lëkurën, pse jo? Sepse është ndryshme, edhe pH-i që thamë ne e transformon. Kështu që për ata është shumë mirë, prandaj për ty dhe për mua është e rëndë. Edhe janë diçka që edhe kjo pasqyron pastaj se mos futemi thellë. Sa parfum duhet hedhi njeriu, Florinda? Se edhe njerëzit që futen në një ambient edhe në një kuptim e dhunojnë gjithë mjedisin me parfumin e tyre, dhe ti nuk je në gjendje të hash drekën apo darkën, sepse ke një parfum të rëndë që të ka bllokuar hundët, edhe ajo nuk më duket asnjëherë normale. Sot një parfum i mirë ti nuk e ngjijon vetë. Unë një parfum që e hedh vetë, unë nuk e ngigjoj. Edhe sepse hunda fillon edhe të mësohet, domethënë është një shqis që të asfikson. Për qënë një parfum i mirë, nuk ka një sasi që ti duhet të hedhësh në trup, nuk duhet ta egzagerosh absolutisht. Tu gjithmonë dhe këtu? Atëherë, po, këtu. S'duhet fërkuar, më kanë thënë që është gabimi më i madh po ta fërkosh. Po është instiktive, sepse edhe unë ju thanë tjerëve direkt mos se vinë e provojnë edhe direkt është instikti. Unë nuk e bëj më atë, e kam mësuar vetë. Instikti që ta bëjnë, po jo, nuk duhet bë. Edhe parfumi lehet, domethënë sprucot, nuk duhet ta nuhasish direkt sepse është ai avullimi direkt edhe i alkoolit, edhe nuk duhet, domethënë se parfumi përbëhet nga esenca në
në pjesën e dealkolizume, pastaj i shtot alkool dhe ujë distilum për t'i lirë. Kjo është procedurë teknike. Po. Parfumet e tua i ke quar edhe në New York dhe Londër? Në gjithë botën i kam parfumet edhe produktet e mia mira. Okej. Realisht, sepse është kriju brand. Unë jam në qendër të Firencës, edhe aty ku ka jetuar Michelangelo. Aty ku ka jetuar Michelangelo. Edhe unë kam sjell këtë rizbulimin e gjitha këtyne që sa po përshkruajta përpara, rizbulimin e gjitha esencave ndjesive që nga fëmiria dhe edhe nga rilindja, t'ja thëmë. Edhe unë, fati deshi që t'jem në të dyqani im, është aty ku ka jetu Michelangelo, ku ka qenë 13 vjeç. Edhe që është maksimumi i rilindjes. Edhe unë e kam fillu me Rinascimento. Me Rinascimenton, edhe që du të bëj gjithë Rinascimento, po e fillova nga Michelangelo, sepse ishte aty po me 8 fragranca, burin e kam arkitekt, që është ka një dhunti të papame, edhe kemi marrë veprat më të famshme të Michelangelos, i kemi interpretuar edhe i kemi vënë emrin. Si i kemi interpretuar, se nuk e? I kemi interpretuar çfarë ka dashur ai të thojë, të tregojë. Okej, dhe keni krijuar profume? Kemi krijuar profume. Që shpjegojnë sjelljen e Michelangelos, po thua, në një kuptim apo? Jo, ne kemi vënë emrin edhe pastaj e kemi lidhur edhe me karakterin. Për shembull, Davidin e Michelangelos ne kemi quajtur la perfezione, që është perfeksioni. Është gjithçka në harmoni. Po. Edhe e kemi... Në harmoni është ai David. Në harmoni. Edhe e kemi quajtur perfeksion edhe gjitha notat aty. Normal është unigjinor, unisex, që është edhe për femra dhe për mashkuj. Është një perfeksion i notave, do më thënë një ekuilibër, një harmoni mes tyne. Një shembull tjetër, gjuditje universale, gjykimi universal, e kemi quajtur lej, që do të thot ajo. Edhe kemi quajtur kështu sepse i kemi dhënë Marijes më tepër vëmendje, se është në një vend të dytë. Është e gjykuara e botës. Edhe ajo që nuk gjykon, ajo që provon vetëm dashuri, në atë që ka pikturuar Michelangelo, edhe i kemi dhënë vëmendjen, edhe ai parfum është i ëmbël, i lehtë, shumë është si një përfaqësi. Ishte ideja e bashortit tënd për të krijuar historinë e këtyre parfumeve kështu? Po. Mendon që njerëzit kur blejnë diçka duan më shumë historinë atë që dëgjojnë, jo atë që nuhasin, pra e blejnë parfumin pavarësisht erës, edhe sa ai simbolizon për shembull Davidin dhe duan ta bëjnë dhuratë ose kur futen në dyqan, njerëzit, do të thënë, vinë për se është një parfumeri, është një parafarmaci, është përgjegjejnë produkte italiane edhe të artizanale. Se kjo është një diçka shumë e mirë në botën e industrializimit sotëm. Edhe njerëzit po i kërkojnë. Edhe kur futen të dyqani, aty nisen me këtë ide për me bleni diçka artizanale. Kur provojnë parfumet, unë në shikimin e parë, unë di se kush është një guida. Moze, për shembull, e kemi quajt La Guida, ai që ka udhëzuar. Edhe unë e di një femër apo një mashkull që është një guid në jetë, i përshtatet, ajo sa ta provoj, mund t'i provoj 8 fragrancat. Ajo sa të provoj atë ka për thënë ti e kupton se çfarë do të bëj. E kupton edhe vetë. Ajo e kupton edhe ajo ose ai, edhe thot, ky jam unë. Unë e bëna, kam një person të veçantë, një këshilltar të jetës edhe të biznesit e gjitha. A ke një mentor? Një mentor, mund të themi, që është kunati im, është një person genial, shumë inteligent edhe shumë dashamirë, se nejse edhe kur i dërgova profumet, ishin të 3 profumet. Unë e dija se cile do t'i pëlqente ati, edhe doja do më thënë që e kupton të vetë, edhe kush i pëlqeu La Guida, sepse është personi që është udhëheqës, është personi i tillë që është fliju për njerëzit. Si e futur në tregun ndërkombëtar?
Je në domethënë je lidhur me parafarmaci apo me Jo, absolutisht. Je edhe në supermarkete apo je edhe në qendra tregtare, si funksionon? Apo i çon online, blejnë njerëzit online? Kur hapa dyqanin e dytë në qendër të Firencës, normal klientela ndryshon. Unë kisha tjetrin që e kisha më në periferi, edhe kisha klientat e zonës, që e kisha të besueshëm, domethënë që kur 12 vjeç që kisha hap. Kur hapa këtë tjetrin, ndryshoi klientela, ishin turista. Edhe turistat kur ndalonin, domethënë rrjedhi gjithçka shumë natyrshëm. Blenin perfumin, blenin produktet e mia, shkonin në vend vet, edhe ma kërkonin. Okay. Edhe më shkruanin emaile, më kontaktonin në rrjetet sociale, edhe ishte gjithçka domethënë që të erdhi krejt natyrshëm hap pas hapi. Saqë unë pastaj mu desh që të hapja në pika caktume, të hapja në qytetet caktume të botës, tani vetëm edhe Kinë më kërkojnë shumë. Gjithandej. Po shko? Po duhet shkoj në një farë mënyrë, sepse është, pastaj pjesa perfumit është t'i dërgosh, sepse është alkolike. Edhe u bë edhe pa mundur shpërndarja. Kështu që mu dosh se në pika në qytetet kyçe, unë t'i kisha domethënë bazat e mia që pastaj t'i shpërndaja. Pra, sekreti i suksesit tënd, përveç pasionit dhe intuitës tënde dhe të njerëzve që të kanë rrethuar ty, janë edhe turistët e Firencës. Ua ke par hajrin? Po. Unë ju pava hajrin aty, ata më pan hajrin mua. Po patjetër. Sepse ti jesh, unë jam, si the, fane e Italisë për këtë pjesën, sepse fatkeqësisht unë gjithë këtë dituri e bje nga vendi im, nga Shqipëria mira. Po. Por e kam shpreh mas miri në Itali. Edhe kam shpreh edhe më ka nimu ta shpreh, sepse il made in Itali është akoma, domethënë, e pa nuk gjen produkte më aty. Unë kudo si shkoj, gjithë më thonë se ne janë produkti parë. Absolutisht. Është me kvalitet, është e kontrollume, vazhdon të jetë. Unë pak para nisja të thoja se kam bërë eksperiencë edhe në Spanjë. Për shembull Spanja, kur kam shkuar në kohën në Madrid, që kam bërë një vit, atje kishin pjesën e laboratorëve gjë që unë që se kisha pa në 5 vite që kisha studiu në Firenze farmacinë dhe kemi bërë laboratore. Po kishin pjesën tjetër nuk e kanë të kontrollume si Italia. Absolutisht. Shkojnë Gjermani, bëj kurse. Edhe Gjermania pjesën e farmaceutikës e ka, se janë popull shumë strukturum. Edhe e ka, domethënë, këtë pjesën e farmaceutikës, Gjermania dhe Italia e mbajnë, domethënë, këtë rekord. Edhe i kam miksu gjitha këto bashkun. Edhe ja ku jemi këtu me shumë apartamente në Firenze. Ato pjesë tjetër. Ato janë ato. Ti ku jeton vetë në Firenze? Aty afër qendrës jam. Aty? Ja, vërtet. Nuk është se ke gjetur ndonjë vend shumë nëpër Toskanë, ato shtëpitë e bukura. I kam ato vendet e mia. I kam sepse janë ato vende që të karikojnë, edhe unë i kam ato vendet e mia që shkoj edhe në fundjavë apo absolutisht. Ti nuk je një njeri i bezdisur nga turizmi në Firenze, përkundrazi, po njerëzit në Firenze, italianët janë pak, thonë. Se në fakt është gjithmonë pak më e vështirë po bëhet për të kaluar aty tek këto rrugët kryesore. Po tani. Për tu anku gjithmonë duan të ankohen i qiko, mira dhe janë popull që kanë qef të ankohen. Po turizmi, Firenze jeton me turizëm. Edhe është një pasuri botërore e UNESCO-t, kështu që Fiorentinët janë konservator të mëdhej. Edhe nuk duan domethënë që ta prishin edhe atë të vetën domethënë që kanë atë qetësinë apo gjithsesi jetojnë me atë gjë. Nuk kanë e kanë vetëm sa për kështu domethënë. Do qëndrosh gjithmonë kështu tek këto bimët medicinale në këtë natyrën. Mos mund të thush ku do kufizohem se sot kam një ide, nesër zhvilloj një domethënë. Jo, me që je aty dhe aty e ke edhe miun. Edhe ke gjitha aty, rrotull, Pradën, Gucci'n. Gjithi kam aty. Mund të bësh bashkëpunim me ata? Unë nuk jam person që domethënë as të them se ku ka mund të futesh në botën e atyre, po ti vjesh. Vin vetë, mira, nuk ke nevojë të futesh, sepse njerëzit sot, po, absolutisht, njerëzit sot duan që janë të kërku gjëne natyrale, janë të rikthy
do s'do ka një rikthim, sepse është gjëja korrekte. Po, ndjehet. Është gjëja e vërtet, domethënë, nuk kanë, sado që është me ritëm të shpejta, nuk po jetohet më. Industrializimi sikur i ka lodhur pak, edhe po tentojnë të gjithë të krijojnë një lloj figura autentike dhe duke shkuar tek e shkuara. Unë nuk të pyeta, ti veç çfarë parfumi përdor, apo i ndryshon? Jo, jam besnike. Je besnike? Jam besnike, e kam krijuar parfumin tim që edhe e kam nxjerrë. Maria? Jo, quhet La Prigione. La Prigione, po. Është emri, janë veprat që nuk i ka përfundu Michelangelo dhe i kemi vënë emrin La Prigione. Një vepër e pa përfunduar je ti. Dhe është shumë bukur që njeriu të jetë një vepër e pa përfunduar, se duhet vazhdoj. Edhe ka gjithmonë diçka të re për të bërë me jetën. I dua shumë njerëzit që nuk kanë përgjigje definitive, janë të hapur për jetën. Ishte shumë kënaqësi që bisedum bashkë, të uroj shumë sukses. Faleminderit, Mira. Nëse do të hapësh ndonjë dyqan në Tiranë, po na informo. Po nuk, unë shkoj aty ku më kërkojnë, realisht. Edhe aty ku do që të kërkojnë, unë do shkoj me produktet e mia. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.